dikur dukej se zhvillimet në personalin e finalistës së Big Brother VIP Kosova 3, Gjeneta Fetohu, ran në qetësi, një zhvillim i fundit po e dridhe rrjetin. Bukuroshja me shumë gjas ka të reja ka personalja, ndonë se nuk e kuptuam sakt se kur mbaroj një raport për cilin e kishte lënë të kuptoj diçka përmes fotografive gjatë pushimeve, duket se diçka e re po lind në horizont. Burime pranë saj kanë treguar se për disa kohësh Gjeneta është shumë e përmbushur në aspektin privat dhe këtë pjesë po e mban larg mediave. Megjithatë, një koment duket se ka vënë vulën gjithçkaje. Ajo ka dërguar një zemër tek postimi fundit i bokserit Ardian Krasniqi, veprim ky që ka ngjallur shumë hamendësime në rrjet. Gjeneta kishte përmendur Ardianin edhe përgjatë qëndrimit brenda shtëpisë, duke treguar respektin për të si sportistë djalosh dhe nuk dihet qartë nëse diçka mes tyre ka avancuar përgjatë kësaj periudhe. Ajo që dihet sigurt është se Gjeneta nuk dërgon zemra vend e pa vend dhe nuk është e rëndomtë një gjë e tillë për të. Ndjekësit janë të bindur se në këtë rast bëhet fjalë për romans. Burimet tona kanë treguar se Gjeneta këto kohë ka qenë vazhdimisht në lëvizje, në udhëtime larg syrit publikut, çka shton edhe më tej pikpyetjet për një romans me Ardianin. Zhvillimi vjen pak pasi paralajmëroi një surprizë në rrjetet sociale, e cila nuk dihet saktësisht se çfarë është. A ka diçka të vërtetë në këtë mes? Ku ka zë, s'është pa gjë, por ne do t'ju informojmë hap pas hapi.